përshëndes gjithë audiencën që është prezent, kryetarin Ilaz, që u kam shumë respekt për idealet e tij, sepse me të njëjtat ideale që kishte rrugtimin e tij patriotik, me të njëjtat ideale e qeverisë komunën tonë, dhe me ato parime. Mjerisht janë pak ata që qeverisin me ideale kombëtare. Faleminderit, Ilaz Pera. Kam nderin t'i përshëndes shoqatat e tjera nga lufta, që treguan gjithë vetranin patriotik, profesional, ushtar, mbas gjithë konventave ndërkombëtare, dhe ishin madhore, i bën nder kombit. Në luftën e tyre dhe ishte zona më e përgatitur profesionale në trevën e Republikës Kosovës. Kam nderin këtu ta kem një profesor timin, Bajram Plakun, magjister i historisë, nuk ka magjistruar në kohën moderne, për të përgatit kuadratin doktrinar të magjistraturës të përgatit 5 vjetë në prariva. Ne nuk e respektojmë, nuk e vlerësojmë punën e tij. Profesor Vandes, ishte profesori civil kolar që mund ligjëranën. Ligjëratat e tua më dhanë kuraje që unë t'jam profesor historisë. Ta vazhdoj rrugën tonë. Dhe me këtë, vërtet keni falënderim sepse rruga jote dhe edukata jote, interpretimin e tua me banë, dhe vërtet e qova amanetin e Ernest Kuliqit edhe të gjithë aty në patriotëve që është në merit që sot flasën shqip. Prandej, gjithë ata, një falënderim i takon edhe shoqatës e rojet, që vërtet në punë bashkëpunor në ngursën e ta me zotin Shaib, është një protagonist i kohës që ka dhënë një kontribut shumë të madh. Unë po e filloj me Helmine, është një autor, s'pe përmeni këto, është Helmimin Gjarpror e përmen gjithë literaturën evropiane. Që është ky Helmin Gjarpror? Helmimi Gjarpror është vija kur me program dikush tenton mjafru identitetin, gjuhën dhe kulturën e popullit me presionet më të ndyta që i ka bërë Rusia në hapësirën ballkanike. E ajo është, sepse ka helmu një racë i lirë arabror, dhe ka detyruar nga vitin 1804 flet shqip e që ma nuk flet shqip. Ajo krimi botëror. Dhe këto helme kanë vazhduar. Ky helm i fundit e 35 vjetorit është një helm makabër. Isha profesorit njëjtit gjimnaz. Isha përgjegjës në aneks. 3 ditë përpara gjithmonë mbledhje kemi pas deri në ora 12 natës. Sindromet e para janë 4 ditë para helmimit. Ato i kemi caktuar komisionën për vlerësim profesorët e mbrojtjes që kanë pasur edhe vërtet teknologjinë të kryer në Beograd. Kanë bërë një punë të madhe. Mirë, po, bashkë me kimistin e njohur Selmanotin e kemi pas laboratorin. Po nuk kanë pas aftësirë anë laboratorin me dhënë konkluzione çajin mostrat e para. E kanë determinuar vetëm aromën. Aroma ka qenë mes plinit sotshëm dhe ai që përdoret për banje na i thënë varagena. Domthonë këto dy erna janë kombinue në atë materje që pak e kemi zbulu si kokërzat bardha. Dhe natyrisht nuk kemi mujt, nëse jemi gjimnaz, mi avononën profesionale që vërtet çfarë elementi toksik është kjo. Dhe ka vazhduar mas 4 dite, kur apo para 4 dite që këto elementet e para gjimnazi e kalon komunikatën e parë zyrtare në televizion. E kanë nënshkruar mbi 200 profesorë. Hartuesi asaj komunikate të gjimnazit kemi qenë unë edhe disa profesorë në krye me Abdullah Blakçorin. E kemi dorëzuar në programin e parë. Hamdi Mehmeti apo në televizion. Hamdi Mehmeti ka thonë, profesor, në lajmet e para nuk guxoj me lexu se komunikata qenë ka shumë e rëndë. Po ja besën shqiptare se në lajmet e dyta në ora 10 ko me lexu.
Dhe me qëtë premtim se ishte shumë e rëndë me lexu edhe lajmet e dyta, sepse rrezikoi tërë gjimnazi. Ishte një komunikat zyrtare. Dhe ai duhet e lexoj lajmet e dyta që vërtet ka bërë një bom kombëtar edhe një guzim kombëtar. Unë do të thoja se atëherë Telmon ka qenë edhe për teknikës e kanë qenë veç dy shkollat mesme. Teknika edhe gjimnazi që është quajtur atëherë Gjure Gjaković. Dhe këto dy dhe sulmi ka qenë kryesisht i preokupuar në për shkolla. Pse? Sepse projekti serb ishte të krijojë një teatr. Gjoja vërtet se Helmi nuk ka qenë i shkollës nartë, Helmi ka qenë i shkollës Fosfor, jo i shkollës Sarim. A Helmet janë marrë pej Saddam Huseinit. Sepse nuk ja ka dhënë edhe Bashkimi Sovjetik helme Jugosllavisë për shkak të neutralitetit ndërkombëtar ka hezituar me dhënë. Po Saddam Huseini drejt për drejt Miloševićit, armatës ti teknologëve të saj ja u ka dhënë për Helmin. Po Helmimi që është përdor kundër kurdëve ka qenë Sarin, 5.000 kurd kanë vdekur. Kurse ky Helmim ka qenë i shkollës lehtë ngacmuese. Për me përgatit terrenin me i përjashtua profesorët dhe gjithë nxënësat nga objektet legjitime. Shumë mënyrë sofistikuar e ka përgatit soldateska serbe këtë. Dhe në këtë unë e pajtoj me kryetar kur tha një ndër më veganet në paraqitjen si teknologi ka qenë Luljeta Pula Beqiri, e cila para generalëve serb në studiot Beogradit ka mbrojt me një konsekuencë guximshme, po konë mirë ta kemi edhe ato, se duke gjallë është ende, e ka mbrojt me një konsekuencë të guximshme çështjen e helmimit si teknologë para generalëve serb. Ajo ka qenë qaqe guximshme, sa që poeti malazez, që e ndin vetën me origjinar Breshe Jever Berkovici, nga e paraqitje brillante në studiet Beogradit i ka kushtuar poezi. Kjo është diçka madhështore. E saj përket, Zotit Nexhat e falenderoj që ta këtë forum në retrospektive historike. Kemi çka flasëm në retrospektive historike, po natyrisht gjithë fokusit këtu duhet të jetë helmimi dhe gjithë për pasojat e tij në arenën ndërkombëtare, ku edhe mjekët Pakufin, kryer me Zotin Kushner, e kanë aprovuar për herë të parë që është helmim, po kësaj i ka paraprit simpoziumi i Zagrebit. Simpoziumi i Zagrebit, teknolog, edhe vërtet mjekët më të shquar, kroat me mjekët shqiptar dhe kanë dominuar edhe në gishta kur i kanë çu, janë ndonë se vërtet ekziston helmim. Në bazë këtij vendimi edhe Bernard Kushner e ka vërtetuar në mjekët Pakufi që vërtet bonin një buj në arenën ndërkombëtare. Kjo është ajo, por natyrisht helmimi ndodh, se armiqt nuk pushojnë. Tash helmimi më i madh në prapaskenë ndodh me çlyje identitetin kombëtar shqiptar në Ballkan dhe kujtesën historike dhe gjenealogjinë pellazge, ilire, arbrore dhe shqiptare. Këto 4 shtylla nëse i demontojnë dhe i çmontojnë, me arë koha, me tarë turp, dhe me mos me gëzur me i thonë veti jam shqiptar, është vërtet edhe dorëzim i shtetit. Unë nuk me qenë shqiptar, mu evenimenti më smiri që më ka pëlqyer ka qenë dje. Kur gjitha komunitetet fetare janë të ftuara dhe bëjnë iftar bashkë. Ne jemi bashkë për shqiptari, jemi bashkë për këmbë, jemi bashkë për liri. Dhe kështu duhet të marshojmë përpara. Dhe kështu duhet të tregojmë se edhe diplomacia ndërkombëtare na shtin në kurth. Ajo na shtin në kurth. Ajo nuk e ka fare për peshën e saj mja hup një popull identitetin dhe krenarinë e tij. Sa të fuqishmet jenë miqtë tanë. A do e humbi në protokollin Trump, në shtëpinë e bardhë, ai drejtohet si vend musliman. Jo vend shqiptar. Ne jemi kombi shqiptar, shteti i dytë shqiptar në Ballkan. Këtë do ta mbrojnë edhe protokolli shtetënor pa hezitim.
Dhe kjo është ajo që neve na bën nder, edhe në arenën ndërkombëtare, po për këto do të mi pas të përgatitur njerëz që na përfaqësojnë. Edhe më falni edhe pak, mos është zhas, na sot negociatat që i kemi, negociatat i kemi krejt paditur, momentin që kur gjykata ndërkombëtare pranon pavarësinë e Kosovës. Nuk keq ka bisedon me Serbinë, bisedon veç për suksesia. Nuk keq ka bisedon. Por pak të na, kur i bëjmë gabimet vetë, e afajsojmë pak atisari. Jo, atisari ka arë në Prishtinë shumë mirë, e ka qitë projektin të ndërruar, delegacionet korektën e ku së është i nevojshëm. Këta vend që me korektua, me i tire ekspert, këta bëjshin gora kush po shkon me përvatsu Kosovën i varë 10.000 euro me ditje. Gora akon për 10.000 euro me ditje. Nuk ka qenë gora me mbrojt Kosovë. Kjo është infantilizmi i përfatësimit tonë ndërkombëtar. Dhe a e shumë mire ka e burvatësari. Edhe komunat ku vërtet nuk kanë përbajtje, nuk kanë gjatësi, nuk kanë bazë ekonomike, provohen 3 vjetë dhe kuvandi Kosovës ato i amortizohen. Tha, jo që i kanë amortizuar, po kanë pranuar komunë me një fshatë. I kanë fuqizuar për do vota. Dhe kjo është infantilizmi pa dituria e udhëtësisë tonë që nuk bisedon. 25 vjetë, 35 vjetë s'ki sigurim shoqëror. E dini losit te. S'ki sigurim shoqëror. Të na i shtyrin, qka ka na përvo tjetër, s'ki penzion që bërëm ka sigurimi shoqëror. Ne kemi fitu luftën, por nuk po dim me ndërtu paqen. Faleminderit.